Po vetëm fakti që Trepça ka pas 20.000 punëtor, edhe nëse shumica janë largu nga Trepça, le me kuptu që ka qenë e pamundur me sjell ekspert nga Serbia, të cilët kishin me zavendësu 20.000 punëtor, ose qofshin 10.000, qofshin 10.000, po. Derisa shumica kanë qenë shqiptarë, kështu që fakti që ka ndodhur çaja fazë kur janë largu punëtor nga Trepça, ajo nuk kupton që vetë shtetja së kohë, Jugoslavia dhe më vonë vetë Serbia, Malizi, nuk ja kanë dalë me menaxhu si duhet me Trepçën, nga se kanë pas edhe probleme tjera, siç është lufta në Kroaci, lufta në Bosnjë, edhe janë shpërqendruar sa që Trepça ka mbetë në harres, mandej kanë filluar çdo herë tu degradu dhe tu humb rolin e vet që ka pas deri. Tu punu me ndërprerje. Ndërprerje, borxhe, huazime ose aksione nga Greqia, se ashtu të paktën që i kanë paraqit, gjithë ato kanë degraduar dhe nuk ka pas ndonjë efekt siç ka pas më herët. Mos harrojmë roli minatorëve dhe punëtorëve shqiptar ka qenë krucial për shkak se pa një punë të tillë me plot havë, pasion edhe përkushtim, nuk mundesh me nxjerr xehet dhe me trajtu dhe me proponu si duhet. Kështu që atë punë nuk është që kanë pas mundësi me zavendësu dikur tjetër, jashtë me pak serb të cilët kanë pas njohuri në këtë sektor ose në këtë fushë të xetarisë, nuk kanë pas nashta pjesë të punës ose të interesit tyre.